Cila është gjëja e parë që shen në këtë foto? Nëse fillimisht pat kokën e tigrit, kjo tregon se gjysma e majtë e trurit tënd është më aktive. Kjo do të thotë se je person analitik, i organizuar dhe i përqendruar në qëllime. Kur përballesh me vështirësi, mendon me logjik, qetësi dhe saktësi. Por ndonjëherë, sepse i mendon gjërat deri në detaj, mund të dukesh pak kokfort. Për të ruajtur ekuilibrin, provo të dëgjosh më shumë dhe të vlerësosh edhe mendimin e të tjerëve. Nëse të paren e pat një majmun të varur, atëherë gjysma e djathtë e trurit është ajo që të udhëheq. Ti je krijues, plot ide të reja dhe e ndjek intuitën më shumë se logjikën. Për ty, udhëtimi ka më shumë rëndësi se vetë qëllimi, nuk ke frikë të gabosh dhe të mësosh prej gabimeve. Si një ëndërrimtar i lindur, shpesh humbet në botën tënde të brendshme, plot frymëzim dhe imagjinat. E ti, çfarë pe i pari, tigrin apo majmunin? Shkruaje në komente dhe shiko çfarë pan të tjerët.